nderuar shikues, mirë se erdhët sot këtu në podcastin Okult. Para se të fillojmë emisionin, ju kujtojmë edhe një herë subscribe, të bëjmë 10.000 shikues deri në fund të muajit, të bëjmë një pas të gjithë bashkë dhe ta festojmë këtu me një tortë kur të bëhemi 10.000 shikues. Jemi duke shkuar drejt 9.400 dhe nuk është pak për 6-7 muaj që jemi këtu. Ju do të merrni videot falas dhe ndërkohë do të merrni dhe notification sa herë që ne do të hedhim një video në emisionet tona speciale të veçanta këtu në podcastin e Liris Okult. Ju njoftoj që ne kemi edhe një gazetë që quhet okult.org, të cilën mund ta kërkoni në Google, ta shkruani shqip okult.org dhe u del gazeta me shumë informacione dhe lajme të veçanta me shkrime informuese dhe interesante. Njëkohësisht falenderojmë të gjithë sponsorat e emisionit tonë, të cilët dalin vazhdimisht në krah dhe ju do të keni edhe një numër këtu të shfaqur nga regjia ku mund të na shkruani në WhatsApp për gjithçka çfarë mendoni dhe çfarë kërkoni në gazetën okult.org në website-in ton. Keni edhe një rubrik ku janë librat e shtëpisë time botuese Helga Secrets, që është një shtëpi gati 20 vjeçare dhe që ka botuar mbi 250 tituj dhe ju mund të përzgjidhni aty çfarë libra të doni dhe tyni në komunikim me numrin ton telefonit me SMS. Njëkohësisht ju njoftoj se mund të ndiqni emisionet tona, i lejon tash YouTube-i me titra dhe mund të vendosni çfarë do lloj gjuhë që lejon YouTube-i për të dëgjuar, për të kuptuar emisionet tona më mirë. Sot do të flasim për një temë. Sindikata e krimit që kontrollon botën është titulli i një interviste që ka dhënë një studiues nga Costa Rica, të cilin unë kam shumë qejf dhe quhet Mes Bajen, dhe në fakt libri i tij e ka titullin Grabitçarët kundër popullit. Mes Bajen ka dhënë është pedagog, siç u thash, në Costa Rica në një universitet. Foton e tij e keni këtu, do ta hedh regjia pas pak. Ja ku e keni Mes Bajen. Është një njerëz që ka ndërtuar një term të mafjes që sundon botën dhe njerëzit që quhet Glafias. Është një temë i krijuar prej tij nga mafia globale, ka krijuar termin Glafia. Dhe ky pretendon dhe mendon se ka 500 vjet që historia e botës është bërë nga kjo pakicë, nga kjo mafje, që ndryshe ne kemi quajtur, ose shumë studiuese quajnë Komiteti 300, ose që janë 6.000 njerëz të cilët kanë një rjet institucionesh politike, ekonomike, financiare, sidomos kjo është kryesorja sipas të gjithë studiuesve serioz, ku institucionet financiare janë ato që kanë dominuar dhe kanë bler politikën, duke ju krijuar njerëzve një bindje sikur qeverisen nëpërmjet votës dhe demokracisë, por në fakt gjithçka shoh dhe mjeshtrat i kontrollojnë të dy anët dhe kur si kontrollojnë, manipulojnë zgjedhjet dhe ja japin atij që ata duan. Të gjitha revolucionet, luftrat, trazirat politike, thotë Bajen, janë realizuar nga Glafia. Kombet, demokracitë, qeverit, fet nuk kanë pasur pushtet të vërteta, ashtu siç duken për shekuj me radhë, dhe këto janë instrumente me anë të cilave sundimtarët e vërtet të Glafias i nënshtrojnë masat. Historianët zakonisht, thotë Bajen, e shpjegojnë rrjedhën e historisë me anë të faktorëve ekonomik, teknologjik, sociologjik, politik ose ideologjik, ose pre kombinimit të tyre. Por faktori shpjegues më real është ideja se ngjarjet e rëndësishme historike janë rezultat i komploteve të qëllimshme. Në shumicën e librave të historisë gjendet pak ose as pak të flitet rreth Forumit Ekonomik Botëror, grupit Bilderberg, Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë, masonëve, urdhrit sekret Skull and Bones, familjes Rothschild, e kështu me radhë. Dhe shoqëritë të tilla në fakt kanë pasur një ndikim të madh në atë që ndodh në botë
dhe shpesher ata që akuzohen për mendim konspirativ dhe përjashtohen nga kisha e ideve zyrtare, pavarësisht provave të bollshme për ekzistencën e komploteve të tyre. Kjo është një gjë që ndos rëndom kur akuzohen ata që zbulojnë konspiracionin si konspiracionist. Studiuesi Mes Bajen në librin e tij Grabitçarët kundër popullit, që është botuar në qershor para 2 vjetësh, ky është një veteriner që ka dalë në pension dhe është pedagog dhe tregon se në ngjarjet e mëdha, siç u thash, në 500 vitet e fundit, mund të gjurmohet një konspiracion shekullor që përfundon me mashtrimin e Covidit, me 11 shtatorin, me politikat klimatike ose politikat e gjelbra ose të ngrohjes globale, që është feja e re dhe ungjilli i ri, ku ne do bëjmë një emision për këtë. Lufta e parë apo e dytë botërore, revolucioni rus, nazizmi, ardhja e nazizmit në Gjermani, komunizmi, kolonializmi, revolucioni francez, revolucioni industrial, reformimi, të gjitha këto sipas autorit janë vepër e një qeverie të padukshme, hije e një karteli sekret global kriminal të bankierëve dhe manjatëve të paras, të cilët nuk janë të lidhur me asnjë lloj besimi fetar, me asnjë vend apo racë. Ai thekson në intervistën e vet se rreth 500 vjet më parë disa familje jashtëzakonisht të pasura në Mesdhen nisën një projekt inovativ për të kontrolluar të gjithë botën. Ata nuk u angazhuan shumë me forcë brutale si sundimtarët e tjerë përpara tyre, por përdorën metoda sekrete. Përdorën një kapital të lëvizshëm dhe një mashtrim të organizuar për të kontrolluar botën nga distanca. Familjet dinastike bankare blen me zgjuarsi dhe me sekret elitat në shtetet kombëtare sovrane dhe demokratike, në thonjza gjoja të arshme të Evropës. Fal bashkimit të kapitalit të lëvizshëm të Glafias, thot autori, me aparatin shtetëror, këto kombe në duke sovrane u bën në fakt shtete vasale. Detyra e tyre e parë ishte që të eksploronin dhe kolonizonin territoret e gjera amerikane, afrikane dhe aziatike. Flitet për vitet në fund të shekullit 15, në fund të shekullit 1400-1500. Për të marrë kontrollin e botës në atë kohë, Glafia fillimisht e bëri Spanjën, pastaj Holandën dhe më vonë Britaninë hegemonë të përkohshëm, mbasi ja morën Italisë hegemoninë ose perandorisë romake. Duke filluar nga vitet 1830, u përgatit SBA-ja dhe u financua nga Rothschildët për rolin e tyre të arshëm si hegemoni i pestë në projektin globalist. Pas luftës dytë botërore, ish kolonitë e reja, gjoja të pavarura të Evropës, u përfshin në perandorinë e re amerikane të Glafias. Dhe kjo është nga arsyet pse u rrit shumë shpejt CIA dhe ushtria amerikane mbas luftës dytë botërore. Faza e fundit e perandorisë amerikane filloi në fakt në vitin 1971, mbas atyre që quhen marrëveshjet smithsoniane, kur dollari u shkëput nga ari, pra nuk u mbështet më në ar, dhe financimi i ekonomisë amerikane në fakt u shndrua në një kazino. Në të njëjtën kohë, kapitali dhe teknologjia amerikane u përdorën për të ndërtuar Kinën komuniste si një superfuqi të ardhshme. Ndërkohë, Glafia ka pushtuar të gjitha vendet ku përfshihet dhe Kina dhe Rusia, që ne i mendojmë se janë të pavarura, kështu mendon autori. Njerëzit që janë të bindur se teoritë konspirative vinë në forma dhe madhësi të ndryshme, për Bajin është shumë e vlefshme. Ai thot se ka arritur në përfundimet që shkruan në librin e vet, duke studiuar mbi 500.000 faqe gjatë 10 viteve. Kur e pyetën se kush janë këta antar të Glafias që përcaktojnë historinë dhe pse e bëjnë këtë, autori shpjegoi se familjet më të pasura nga Gjenova dhe Venecia në fund të shekullit 15 u bashkuan dhe së bashku me
Gjuhishët e pasur që u dëbuan nga Spanja bashkuan kapitalin e tyre dhe filluan ta dërgonin atë drejt Holandës dhe Anglisë. Disa nga këto familje ende janë ndër më të pasurat në planet. Për shembull, aty është familja Warburg, është familja Astor, që në spanjisht quhej Astorga. Dhe ka ende familje shumë të pasura italiane që janë përfshirë për shekuj me radhë në këtë komplot botëror. Në një moment erdhen dhe u fuqizuan më shumë Rothschildët, të cilët sollën Rockefellerët në Amerikë dhe morën drejtimin e Shtetet Bashkuara. Shumë nga këto familje të pasura në botë po mbajnë një profil të ulët publik, por motivimi tyre i fshet është kontrolli total. Ata duan të kontrollojnë të gjithë pasurinë, përfshirë dhe njerëzit të ulin rrezikun e kryengritjeve masive që ata nuk i kontrollojnë në zero. Po si përcaktoi historia përpara se të dilte në pah mafia e glafis? Nga aristokracia, të paktën në një shikim të parë, për shembull, William Pushtusi në vitin 1666 kishte nga mbrapa bankier gjuhish dhe në vitin 1290 ata u dëbuan nga Anglia për 365 vjet derisa u kthyen të korruptonin Oliver Cromwellin, diktatorin e madh i cili previ kokën e mbretit Charles të Anglisë 1649 dhe ka vdekur mos gaboj në vitin 1670 pasi ka sunduar rreth 10 vjet mbas luftrave fetare midis kokshethurve dhe kokërumbullakëve ose katolikëve dhe protestantëve. Dhe pasi ynë përsëri në Angli, ata morën dhe krijuan dhe morën në kontroll Bankën e Anglisë në vitin 1694 pas William Orangjit ose William Portokallis, që atëre ata kanë mbetur në krye të financave britanike dhe botërore, pavarësisht prallave që ju thon njerëzve se ajo bank i përket shtetit. Në libër, Glafia qëndron pas të gjitha trazirave të mëdha fetare, politike dhe teknologjike që ne kemi përjetuar, duke përfshirë ngritjen e shtetit komb, periudhën e reformacionit, revolucionin industrial, kolonializmin dhe të gjitha revolucionet e luftrat e mëdha që ne studiojmë në histori. Por si mundet që një grup i vogël bankierësh të ushtrojë kaq shumë pushtet? Dhe kjo është ajo që autori përpiqet ta tregojë në librin e tij. Fatkeqësisht, thot ai, duke pasur parasysh gjerësinë dhe thellësinë e madhe të temës, një përshkrim i detajuar i një rasti mund të jetë shumë ndryshues, por ky shpjegohet më mirë me hollësi në librin e autorit. Gjithashtu autori thotë se Hitleri u krijua nga shërbimet e inteligjencës amerikane dhe britanike, të cilat drejtoheshin nga politikanë të korruptuar dhe kriminal. Dhe pas bankave që qëndronin financimin e Hitlerit, kanë qenë të përfshira dhe disa banka gjuhëshe. E njëjta gjë ndodhi dhe me komunizmin, thotë autori, me të dyja luftrat botërore, me luftën e ftohtë. Nëse elita është aq e keqe sa shkruan ju dhe vërtet aq e fuqishme, si shpjegohet? E pyesin autorin në intervistë që ka pasur dhe zhvillime që kanë qenë të dobishme për popullsinë e botës. Standardi jetesë së shumë njerëzve në fakt është rritur. Popullsia është rritur jashtëzakonisht, ka patur lëvizje për liri dhe emancipim që e kanë përmirësuar shumë pozicionin e jetës së njerëzve të thjeshtë. Autori thotë në intervistë se për të shmangur problemet me popullsinë, pseudodemokracitë e bazuara në shtetin model të Platonit u prezantuan në shtete kombëtare evropiane të financuara nga Glafia. Është një formë e lashtë e inxhinierisë sociale, thot autori, që quhet pëlqim i pranuar, që është një realitet i përcaktuar ose mitologji kombëtare, që duket sikur mbron interesat më të mira të njerëzve. Në vendet evropiane, më vonë dhe në SBA, të cilat kryenin detyrat e zbulimit tokave të reja dhe të kolonizimit të tyre, doli një klasë e mesme që siguronte produktet e nevojshme për këto operacione.
Rezultati ishte një rritje e madhe e standardit të jetesës dhe një liri e dukshme me bukë dhe shfaqje cirku me bollek. Ky ishte një parakush për zhvillimin masiv industrial dhe teknologjik të perëndimit dhe nuk do të kishte pasur sukses në vende të paqëndrueshme dhe të varfra, dhe kjo është shpjegimi pse shumë njerëz e kanë përmirësuar standardin e tyre të jetesës në perëndim. Por kjo ishte vetëm një lojë e përkohshme besimi, duke mbajtur popullsinë në një zonë rehatije sa më shumë që të ishte e mundur. Megjithëse në disa vende si Holanda, kjo zgjati më shumë se 4 shekuj. Me Covidin, perëndimi i përmbushi detyrat e tij, ai po shpërbëhet në mënyrë të pakontrolluar, duke përfshirë klasën e mesme që po shkatrohet, dhe ne shohim se perëndimi po bie drejt një sistemi feudal ku disa kanë shumë pasuri, shumicën e pasurisë, dhe shumica absolute nuk kanë pothuajse asgjë. Madje kjo është edhe motoja e tyre, të mos zotëroni asnjë gjë, e Klaus Schwabit, e Forumit Botëror Ekonomik, që është lokomotiva ideve të glafia sot, dhe thot të mos zotëroni asgjë, por të jetoni të lumtur, sepse do përgatiten psiqikisht ashtu si në komunizëm që të jenë të lumtur pa pasur pasuri dhe kushte të mira jetese. Një rritje ndjeshme e popullsisë ka qenë rezultat i kësaj rritje ekonomike, pavarësisht prej qindra miliona të vrarëve, prej kolonizimeve, prej revolucioneve dhe luftrave. Në përmjet agjendëve të tillë si Malthus, Ehrlich dhe me klubin e Romës, glafia ka tërhequr vëmendjen për këtë rritje të popullsisë vazhdimisht gjatë 50 viteve të fundit. Janë marrë masa drastike të depopullimit, shumë të dukshme, por dhe të fsheta. Janë përdorur për një kohë të gjatë, në një shkallë të gjerë, eliminimet masive ose dëmtimet e shëndetit, siç janë ato me anë të vaksinave, me arëna efektet negative të dukshme, të cilave ende mohohen nga shumë institucione shëndetësore të shteteve të ndryshme zyrtarisht. Rregulli i artë i glafias është mos u përpiq kur të arrish diçka me forcë nëse kjo mund të arrihet me mashtrim. Dhe ky është një shprehje e Machiavellit. Kjo do të thotë që bretkosat duhen nxjerrë ngadalë, sepse po jo dhe direkt në ujë të nxehtë ato kërcejnë. Pra duhet e ongresh ujin ngadal dhe ato mësohen dhe rinë aty derisa ngordhin. Por dhe glafia, thot autori, nuk është i plotfuqishëm që të realizojë shpejt dhe me forcë dhe me dhunë objektivat e veta të depopullimit dhe të kontrollit. Nëse të gjithë njerëzit në botë do ta kuptonin situatën që janë në tenxhere dhe gjithçka do të shpjegohet të gjithëve në disa javë përmes të gjitha mediave se çfarë po ndodh, ky do të ishte fundi i diktimit të tyre të pushtetit mbi shumicën e njerëzve, megjithse shumica në qoftë se eliminon glafian, sigurisht që nuk do të di si të veprojë për të administruar shoqëritë e mëdha njerëzore. Por projekti i kontrollit dhe i depopullimit është një projekt i madh dhe kompleks me një sistem proksi jashtëzakonisht të ndërlikuar, të decentralizuar, i cili synon të zvendësojë këtë sistem me burgun digital të centralizuar dhe që në teori është më i lehtë për tu operuar. Projekti tani është shumë i avancuar në fakt. Të gjitha vendet, korporatat e mëdha, mediat dhe institucionet dhe të gjitha burimet janë në kontrollin e kësaj pakice përmes sistemit të tyre bankar dhe sistemit të ndërlikuar të mbajtjes në pushtet të oligarkëve ose përfaqësuesve të mafjes ndërkombëtare. Vetëm dy gjëra mungojnë në panoramën që ata duan të arrijnë: kontrolli i individëve për të zbuluar dhe neutralizuar menjëherë ata që janë disident, pra për t'i mbajtur këta në burgun digital global, dhe dyta, transferimi nga
hegemoni i 4 i 5 që janë Shtetet e Bashkuara në hegemonin e 6 që është Kina. Kjo e fundit do të funksionoj, pra kalimi i hegemonisë nga SBA-ja në Kina, por e para është jashtëzakonisht komplekse dhe nuk ka fuqi. Do me thënë, është shumë e ndjeshme ndaj keq funksionimeve, sabotimit, ndërprerjeve të energjisë e tjera si këto. Glafia në fakt e ka zhvendosur pushtetin në botë me kalimin e kohës, siç u thash, nga Italia në Spanjë, pastaj në Holand, pastaj në Angli, pastaj në SBA dhe tani në Kinë. Duket se asnjë ngjarje vetme nuk mund ta hedhë poshtë këtë teori, sepse gjithçka që ka ndodhur përfshihet në dominimin e njerëz prej këtyre vendeve. Jo rastësia, marrëzia, faktor gjeografik apo racor e kanë drejtuar historinë në 500 vitet e fundit, por siç e thekson autori, ekzistenca dhe aktiviteti i fshehtë i kësaj mafie globale që quhet Glafia nga autori. Në këtë libër shpjegohet me detaje se kjo përfshinte dhe lëvizjet e verifikueshme të kapitalit të nxitura nga bankierët e mëdhenj nga një cikël në tjetrin. Marksi e ka përcaktuar këtë dhe një përshkrim i detajuar i saj mund të gjendet edhe në librin Shekulli i gjatë i 20 i autorit Giovanni Arrighi, ku diskutohen 4 ciklet e kapitalizmit. Kapitalizmi nuk kishte një sistem ekonomik, por një antimarshe i grabitçarëve dhe i funksionimit të ligjit të xhunglës, si pas mendimit të autorit, luajnë një rol të madh në histori, nuk luajnë një rol të madh në histori faktorët e tjerë si evolucioni, psikologjia, feja, ideologjia, teknologjia, ekonomia, arsimi dhe të ngjashme. Autori ka kushtuar 46 esë kapitalizmit, komunizmit, socializmit, nazizmit, sionizmit, nacionalizmit, marksizmit kulturore e tjera. Gjithashtu, ai ka trajtuar edhe ideologjit kryesore. Sa i përket fesë dhe metafizikës, pra filozofisë, ai kufizohet në kritikën e materializmit, i cili përsëri vjen nga i njëjti burim. Në fakt, autori i shikon të gjitha si pjesë e projektit të Glafis dhe afron prova duke përfshirë edhe shumë citime të ndryshme nga personalitete apo institucione, deklarata të ndryshme. Imagjinoni çfarë suksesi do të arrijej nëse largohej Glafia dhe autori shpjegon nëse do të zgjidheshin të gjitha problemet që sot ekzistojnë në shoqëritë botërore dhe midis shteteve të ndryshme. Nga njëra anë, fuqia e Glafias, mendon autori, është nënvlerësuar. Kalbja dhe helmi janë në fakt aq thellë të ngulitura në pavetëdijen kolektive sa shumë njerëz nuk e shohin atë. Ne nuk kemi një armik, thot autori, ne kemi 2 armiq. Armiqtë tanë janë ata, po jemi dhe ne. Ai citon në librin e vet shkrimtarin Charles Einstein dhe e citon atë duke thënë: bota nuk është ndarë në autor dhe viktima. Shumica prej nesh janë në të dyja kategoritë, në mënyra të ndryshme, në kohë të ndryshme dhe në madhësi të ndryshme. Dhe duket se gjithë historia tingëllon shumë distopiane. Por sa është distopiane, aq është edhe realiste. Grabitçarët nuk kanë të bëjnë vetëm me vjedhjen e burimeve të tokës. Është gjithashtu dhe një luftë shpirtërore që na bën të rreshtohemi gjithnjë më shumë me veten tonë, por dhe në raport me të tjerët, dhe në këtë panoramë ndihemi të pafuqishëm përballë sistemit të dominimit materialist. Ata në fakt, mafia që na sundon, kërkon të na dehumanizoj, të na dobësoj, të shtyp dëshirën tonë për liri
dhe të na shndrojnë në thjesht ca bakti pa mend që mund të manipulohen lehtësisht. Për të shliruar nga 500 vjet dominim nga kjo mafje, autori thotë se duhet jo vetëm një përmbysje e saj, por dhe një rizbulim i asaj se kush jemi ne njerëzit në thelb dhe çfarë duhet bëjmë që jetët tona të jenë më të mira. Por a është e mundur ta mposhtësh glafin, thotë autori, themra e akilit e glafias është ndërgjegja e tyre sipërane ose vetlartësimi i tyre nga brezi në brez. Ata kanë marrë një lloj superioriteti të trashëguar, por pjesa më e madhe e lojës së tyre është një mashtrim i pastër që ka filluar të kuptohet nga elitat shoqërore intelektuale që nuk janë pjesë e rangut të tyre materialist. Aktualisht në fortesën e tyre po shfaqen çarje të konsiderueshme. Ne nuk mund ta parashikojmë dot të ardhmen, thot autori, por ajo që shohim është se vetëdia po ngrihet val dhe këto val po bëhen gjithnjë e më të larta. Mirë, regjia mund ta hiqni foton e autorit, i cili për ata që nuk e kanë ndjekur qysh në fillim, bëhet fjalë për një autor, librit i cilit ka filluar të përkthehet në disa gjuhë të rëndësishme të botës dhe ky është Mes Bajen, të cilin unë e përzgjodha për ta diskutuar idetë e tij këtu me ju. Mirë, mendojmë që ju kemi dhënë disa ide të përafërta dhe me idetë të tjera që vazhdimisht ne i kemi treguar tuke podcasti Okult apo ndaljet e tjera të mia publike, për ata që më kanë ndjekur vazhdimisht ose për një kohë të gjatë, detyra tonë është të tregojmë të gjitha alternativat se si funksionon shoqëria, ekonomia, politika e brendshme, rajonale, botërore. Edhe njerë para se ta mbyll, ju kërkoj dhe ju kujtoj që të bëni atë subscribe, vetëm një preke aty ku thot posh kanali subscribe, ata që se din, një preke kështu e let, pap, shumë let, nuk të zë as korrenti, s'paguan as para, as gjë, shumë e thjesht, vetëm ngri dorë, mjafton të kesh një dëshirë të mirë që të shikosh videot e mia her pas here duke të dalë aty në YouTube ke ato videot që ti ke përzgjedhur. Nga unë Alfred Sako, miru pafshim në emisionin e radhës Tung Tung.